Horoskopi vjetor 2026 ujori. Ky është viti i dorëzimit të vetëdijshëm dhe i ndjekjes së busullës tënde të brendshme. Jo dorëzim nga dobësia, por nga mençuria, nga ai moment kur kupton se rezistenca po të lodh më shumë se sa ndryshimi. Universi po të shtyn të lësh kontrollin mbi atë që nuk funksionon më dhe të ecësh drejt asaj që është thelbësore për ty, edhe nëse ende nuk e sheh qartë fundin e rrugës. Shkurti ka energjinë e një ëndre të çuditshme. Ti flet, por zëri yt nuk dëgjohet. Mund të ndihesh i e keq kuptuar, i e bllokuar emocionalisht ose mendërisht, sikur mendimet të mbeten brenda teje pa gjetur dalje. Ky nuk është dështim, është një fazë e heshtjes së nevojshme. Jeta po të mëson të dëgjosh më thellë, jo vetëm të flasësh. Në këtë muaj, reflektimi vlen më shumë se veprimi i shpejtë. Prilli sjell kthesën. Hëna e re hap një portë të re për fjalën tënde. Ajo që deri dje nuk artikulohej dot, tani gjen formë, guxim dhe qartësi. Është moment i favorshëm për biseda të rëndësishme, për vendime që kanë kohë që presin dhe për të shprehur të vërtetën tënde pa frikë nga reagimi i të tjerëve. Fjala jote bëhet mjet ndërtimi, jo mbrojtjeje. Eklipset në shenjën tënde gjatë vitit 2026 janë pika fati. Ato nuk vinë but. Ato shembin atë që tashmë është duke u rrëzuar, struktura të brendshme, marrëdhënie. Role ose bindje që nuk të përfaqësojnë më. Mund të duket e ashpër, por është pastrim i domosdoshëm. Çdo fund këtu është një fillim i koduar. Po ndërton diçka më të fortë, mbi tokë të qëndrueshme, jo mbi iluzione. Nga korriku e tutje, nyja veriore ndizet si një dritë udhëzuese. Ajo të tregon drejtimin, jo me zhurmë, por me ndjesi të brendshme që nuk mund t'i injorosh më. Do të tërhiqesh natyrshëm drejt njerëzve, situatave dhe zgjedhjeve që të afrojnë me misionin tënd real. Edhe nëse rruga duket e panjohur, ajo është e jotja, lejoje këtë udhëzim. Datat e fuqishme: 23 janar, 28 janar, 17 shkurt, 27 korrik, 23 janar, një ditë zgjimi. Diçka që e ke ndier prej kohësh, por e ke shtyr del në sipërfaqe. Është moment për vendime të qarta, pa justifikime. Intuita është e mprehtë, dëgjoje. 28 janar, kthes praktike. Mundësi për të rregulluar një çështje konkrete, punë, financa ose një marrëveshje personale. Ajo që vendos sot ka efekt afatgjallë. Vepro me maturi, jo me impuls. 17 shkurt, ditë e ndjeshme emocionalisht. Heshtja flet më shumë se fjalët. Mund të kuptosh një të vërtetë që deri tani e ke shmangur. Mos e lufto, pranoje dhe lëre të udhëheq. 27 korrik, kulm drejtimi. Nyja veriore aktivizohet fuqishëm, shenja, takime dhe zgjedhje që të çojnë drejt veriut tënd të vërtetë. Çfarë nis këtu ka potencial të riformësoj rrugën tënde për vitet në vijim. Këto data nuk janë rastësore. Shënoi. Ato kërkojnë prani, qartësi dhe guxim për të vepruar në përputhje me veten. Çfarë sjell viti 2026 për dashurinë dhe marrëdhëniet e tua? Viti 2026 është i mbushur me lojë, flirt dhe shpërthime romantike. Energjia është e hapur, e gjallë dhe pa ndjesë. Këtë vit nuk kërkohet vetë përmbajtje emocionale, por guxim për të ndjekur atë që të bën të ndihesh mirë. Nëse diçka të ndes shpirtin, hyj plotësisht, pa justifikime dhe pa shpjegime. Në prill, Urani, planeti i tronditjeve dhe zgjimeve të papritura, rikthehet në binjak. Kjo sjell një fazë eksplorimi të sinqertë, çfarë të pëlqen realisht dhe çfarë jo. Preferencat ndryshojnë, kurioziteti rritet dhe ti bëhesh më i hapur ndaj sëres. Pikërisht kjo hapje të çon drejt njerëzve të pazakon dhe pasioneve që nuk i kishe imagjinuar më parë. Rutinat sentimentale thyhen, dhe kjo është një gjë e mirë. Në qershor, festa kalon në një nivel tjetër. Jupiteri, planeti i zgjerimit dhe bollkut, hyn në luan dhe nis një cikël një vjeçar lehtësie, gëzimi dhe vetë shprehjeje në marrëdhëniet e tua të rëndësishme. Qoftë me partnerin, miqt më të afërt apo bashkëpunëtorët, lidhjet bëhen më të hapura, më të ngrohta dhe më lozonjare.
Kjo është koha për udhëtime spontane, dalje të bukura me miq dhe momente që ushqejnë zemrën. Sa më guximtar aq më mirë. Por mbaj sytë hapur, surprizat janë pjesë e lojës. Në korrik, nyja e jugut hyn gjithashtu në luan, duke të shtyrë të rishikosh lidhjet që të marrin energji më shumë se sa të japin. Këtu nis procesi i çlirimit. Nuk bëhet fjalë për drama, por për riciklim emocional. Çfarë ja vlen të mbahet dhe çfarë duhet lënë pas. Ky proces bëhet edhe më i fortë në gusht, kur eklipsi në luan trondit marrëdhëniet 1-1. Nëse ke qenë duke zbehur dritën tënde për t'i bërë të tjerët të ndihen rehat, ky eklips ta heq këtë zakon. Nuk je këtu për t'u zvogëluar. Je këtu për të shkëlqyer në mënyrë autentike. Nga ana tjetër, nëse kupton se po e mbulon dikë tjetër me hijen tënde, është momenti për bujari. Shëndeti dhe mirëqenia, hëna e plotë dhe janarit të gjen emocionalisht të zhveshur dhe të ndjeshëm. Kjo brishtësi nuk vjen nga jashtë, ajo buron nga brenda, si një sinjal se diçka kërkon vëmendje të sinqertë. Nuk është dobësi, por alarm i shëndetshëm. Saturni paralajmëron qartë, emocionet e shtypura bëhen toksike. Ajo që nuk thuhet, grumbullohet në trup. Nëse mban gjithçka brenda, lodhja shndërrohet në tension dhe tensioni në shqetësime fizike. Ndaje peshën me një njeri të besuar, me fjalë të thjeshta, pa dramatizim. Në Mars, energjia rikthehet fuqishëm fal Jupiterit. Motivimi, forca dhe dëshira për lëvizje kthehen natyrshëm. Trupi përgjigjet, energjia rritet. Veshjet rrinë më mirë dhe rutina e përditshme bëhet më e lehtë për t'u përballuar. Nëse ke fëmijë, bëre një ndryshim të qartë. Je më i pranishëm, më i përfshirë, jo më i raskapitur. Deri në dhjetor, stabiliteti është i plotë. Qëndroni e fortë, me mendje të kthjellët dhe në paqe me veten. Nuk kërkon më ekuilibër, e ke ndërtuar atë. Financat dhe karriera, Merkuri në retrograd në fillim të vitit krijon konfuzion në rrjedhën e parave. Pagesa të vonuara, keqllogaritje ose shpenzime të papritura të detyrojnë të ndalosh dhe të rishikosh zakonet financiare. Mos reagoni me panik, kjo fazë ekziston për të zbuluar rrjedhjet e padukshme. Marsit i takon qartësia. Ai të tregon saktësisht ku duhet të shkurtohet dhe ku ja vlen të investosh. Vendimet që merr këtu janë pragmatike, jo emocionale, dhe pikërisht për këtë arsye funksionojnë. Fillon të ndërtosh stabilitet real, jo vetëm të mbjetosh muaj pas muaj. Eklipsi hënor ndez sinjale të kuqe rreth investimeve të rrezikshme dhe bashkëpunimeve të paqarta. Premtimet e mëdha pa bazë solide nuk janë për ty këtë vit. Qëndro te projektet dhe njerëzit që e kanë provuar vlerën e tyre. Tradita dhe përvoja fitojnë ndaj aventurës së verbër. Hëna e plotë e majit sjell një fitore profesionale. Një arritje konkrete, një njohje publike ose një hap përpara që konfirmon se përpjekjet nuk kanë qenë të kota. Ky moment të rikthen besimin në rrugën që ke zgjedhur. Drejt fundit të vitit, Venusi thyen tavanet e qelçta. Tani nuk lutesh për vlerësim, e merr atë. Pagesa, statusi ose pozicioni reflektojnë më në fund kontributin tënd real. Nevoja e lodhshme për të justifikuar vlerën tënde zhduket. Ajo thjesht pranohet. Jeta familjare, çfarë parashikojnë yjet për ujorin në 2026, në planin familjar dhe në ambientin e shtëpisë? Viti 2026 për ujorin sjell një energji të gjallë, por jo gjithmonë të qetë. Shtëpia është aktive, plot lëvizje dhe biseda, megjithatë nën sipërfaqe mund të lindin tensione të vogla që kërkojnë menaxhim të kujdesshëm. Keqkuptimet janë të mundshme, veçanërisht me prindërit ose vjerrit. Diferencat në këndvështrime, mënyrën e jetesës apo vendimmarrjen mund të krijojnë përplasje të heshtura. Këtu nuk fitohet me këmbëngulje, por me qetësi. Sa më shumë që reagon me maturi, aq më shpejt zbuten situatat. Hapësirat në komunikim janë rreziku kryesor. Fjalët e pathëna ose tonet e gabuara mund të krijojnë distancë emocionale pa u vënë re. Prandaj, çështjet familjare kërkojnë durim, dëgjim aktiv dhe një qasje praktike, jo emocionale.
Jo çdo debat ka nevojë të fitohet, disa thjesht duhen kuptuar. Marrëdhëniet me vëllezërit dhe motrat janë pika e fortë e vitit. Ato zhvillohen më harmonikisht dhe shndërrohen në burim mbështetjeje reale. Në momentet e pasigurisë janë pikërisht ata që ofrojnë stabilitet emocional dhe këshilla të sinqerta. Ruajtja e një komunikimi të hapur me ta do të të ndihmojë të qetësosh mendjen dhe të ndihesh më i mbështetur. Familja nuk është perfekte këtë vit, por me zgjuarsi dhe fjalë të matur, ajo mund të mbetet një bazë e fortë ku kthehesh për forcë dhe siguri.